në Instagram, Dasara, bullizimi nuk është kështu sado se bëra ca postime në Instagram. Po Drim ta kam dërguar. Si opinionin publik, duke i thënë që Big Brotheri nuk është shkolla fëmistim, sepse thonë jo po fëmia, jo po ne kemi fëmijët, çfarë presim nga fëmijët. Big Brotheri është një program margëtues. Big Brotheri nuk është as një vend ku ne duhet na rikthej ke komunizmi dhe të dëgjojmë prezantuesit apo opinionistët që na thonë që duhet të bëjmë autokritik kur jemi aty brenda. Prandaj unë sfutem aty brenda. Prandaj kur i shoh ata të zinjt aty them mirë ata se kur vjen puna që nevrikose të o prezantuesi, o opinionistët bëhet shumë e vështirë që ti përballosh dhe për i tip si puna ime është çike vështirë. Është kthyer shoqëria shqiptare nga i bullizimi në masë në autokritika dhe morali dhe tani aty brenda jemi në Big Brother. Nuk po flasim për një personazh i cili është i mirë i dheu dhe i ran qaf. Është personazhi i vetëm antagonist që ka ky Big deri tash se vi pas ka aty mrena, domethënë nesër. Me disa përjashtime shumë të vogla të tipit Stine, Mirgjikes, Lorea, të janë VIP aty. Edhe Vrenuzi është Po kur do zemen këto shqiptarët që mos bim pre provokimeve të këtyre që bëjnë si viktima. Po si ka mundësi ky zotria shkapërcej murin e ditës se ku ishte dera sekrete që të nxirrte brenda ke dhoma e surprizave. Po tani, ore kos kanë thonë që ne jemi popull dele.